Periudha ideale është kryesisht në sezonin në stinën e pranverës deri në vjesht. Për shembull, momentalisht është muaji perfekt për të bërë ndryshimin ose mbjelljen e bonsait. Rritet si pemë? Po, rritet, normalisht jo shumë, thjesht shton gjethe. Ndërsa pjesa e rrënjës pra janë edhe më të mëdha se sa ka, që janë. Po, ka modele të ndryshme, por fillimisht janë normalisht të vogla në miniatur, edhe pastaj në varësi të mirëmbajtjes rritet. Po duhet ja ndryshojmë pjesën e vazës? Po. Pas disa kohësh ndoshta dhe kur e kuptojmë që duhet të nisë ndryshimi, për ta zhvendosim. Po, atëherë nëse shikojmë që ja kemi këtë shembullin, nëse shikojmë që kanë nxjerrë gjethe të reja ose është në lulëzim. Ka gjethe dhe shumë shëndetshme, duket që është shëndetshme. Dhe këto gjethe të janë shumë të shkëlqyeshme. Po, janë gjethe të reja, nuk kemi nevojë ta ndryshojmë menjëherë. Është mirë. Po e kuptojmë që duhet ta ndryshojmë? Si duhet të jetë kështu? Po, ja, është ky rasti tjetër. Duhet ta ndryshojmë. Që është ky kontrasti, po në këtë rast patjetër duhet të ndryshojmë vazën, duhet të krahasitet, të heqen këto pjesët e thata që ka, të ndryshojmë plehun, normalisht duhet ple organik dhe avash pastaj do e marrë vesh.